nga një parti e dalë nga lufta, në një parti moderne, që përshtatet me rrethanat e kohës. Zoti Haradinaj është ikon, jo vetëm e luftës çlirimtare të popullit të Kosovës, por edhe të ndërtimit të institucioneve. Ka qenë vendim emocional i rëndë për gjithë njerëzit që kemë bashkëpunu me to, që kemë punu me to, që e kemi mbërri këtë moment ku ai tërhiqet nga leadershipi i partisë, por ka qenë vullnet dhe vendim i vetë zotit Haradinaj që t'jap drejtim tjetër aleancës në kuptim të ndërtimit të saj. Nga një parti e dalë nga lufta, në një parti moderne, që përshtatet me rrethanat e kohës dhe që atë vizionin e përbashkët që kemi për një Kosovë të integruar në gjitha strukturat euroatlantike, për një Kosovë me një ekonomi moderne, për një ekonomi të hapur dhe qytetar me mirëqenie të nivelit më të mirë, do të vazhdoj nga një platformë tjetër, nga njerëz poshtë të aleancës që në këtë rast është. Për këtë arsye ndryshore të AFS. Ajo është një listë zgjedhore, ajo është tash është njëri nga ne, është pak a shumë edhe çuditshme me po dikush tjetër të na udhëheq, mirë po është shtyllë e fuqishme dhe një ndër bashkëpunëtorët më të mirë që e kemi. Ardhmja tina për të ardhmen e tina sigurisht ai vetë mundet me fol, po për momentin ai do të jetë deputet i Parlamentit të Kosovës dhe do të jetë është kryetar në deri i aleancës dhe vazhdon faktikisht bashkëpunimin në çdo nivel me zotin. Sa është rreth ky veprim